mishi po shkon 6 euro kila, edhe s'po ki qare, e nëzon 1.200-300, edhin, e nëzan 1.200-300, më varët tani sa mu i shpeshet. Lupa kur shtohet, vici, pejsë të tje falë zoti, e anena, shkon të e marrë vetën të ushtri muaj. Do më i bën 3-4 muaj, unë e vetë kom shit veç dhe 1.250 euro. I ka pas 4 muaj, në ashtë 4 do dit. I ka pas, as 4 muaj e gjysja. Vjetë qëto, e kom shit vetë. Po mirë, qysh më varët të që ke majtë. E ke lonë tomel me pikë, po gufojnë vjetat, se sot pimojnë a lëp me mjek. Po injekcionet e mira, edhe s'po ka qare pa es vici, po ne japin injekcionet e mishit, edhe po es vici, e shem e sy ka për ditë ka rritet, edhe po dahet, si po dahet, po merë tull mirë, mishi po shkon 6 euro kila, edhe s'po ki qare, e nëzon 1.200-300, edhin, e nëzan 1.200-300, më varët tani sa mu i shpeshet. Gjithë këtë mund e sakrificë, Hysi Shartari e bën për familjen e tij e edhe djalit tij, ani pse vetëm 5 vjeçar, po tregon shumë interesim në këtë fushë. Për qumë shkallëzën djali. Hajde lis, po e shtu? Çfarë moshe ka djali, pra, vasi veç për e prezenton? Ky djali është marakli, ton djali ti ka më marakli dhe shoqen ashtu, po mirë, ky është marakli në gjithë shka. Djali i bën 5 vjetë tash, Elis Shartari. Bukurash, apo na tregon çysh e ki emrin edhe apo i ndihmon babit? Elis Shartari, e babi e ko bab Shartari. Apo më tregon, apo i ndihmon babit pak? Po. Apo të pëlqen puna me lop? Puna me lopë. E bo bojnë viqa, e qëtë të bojnë po, tomëll, qëtë të bojnë pare, s'kena sen, Ishisëm. lëpt, Ishisëm tomëll. vetat, Vjetat, djasin. djasin, Sa vjet i ki Bukurash? 5 vjetë. 5 vjet. Çka ki dëshirë me u bë kur të rritesh ti? Një go babit. Miko babit. Zotëres, faleminderit se na foli pak edhe djali ndërledh. Po du me u ndal pak edhe pak bisedë po bojmë për pjesën e çumështit, e përmendëm edhe një herë. Këto a keni më shumë për nevoja familjare? Po, për nevoja familjare kuptuhet. Po tomel e djath, gruaja i bën ato, e don mazën me djath ato kuptuhet, e shesëm djasin, e shesëm mazën. Më thonë drejten është marrë, me thonë për marrëm një pa ka gjatë mirë me tu. Me të vërtetë dhe me tu mahum. Vjetat që vete ma heret, po jem 5 vjeta në verë, për shembull 3 këm shit, 4 këm shit, 1 këm nalë, të li fara, edhe këm rritë numën jem shku të një më të sopa frimë sëllë. Moj më të shpesej, nashta do zotë dhe mendimin e komuna e qeverisë tash e tutje. Zhanuhen edhe pak se me të vërtetë pak jem ngusht me ahër, që thujmë na me shtallë, e ma ona e farpërkrahje edhe do mjetet bujësisë mu kanë lomit ka gjafart e kam i më të zoti. Ani pse ati mungojnë mjetet bujqësore për ta zhvilluar punën e tij, Hysi vazhdon ta ruaj me plot kërshëri fermën e tij, të cilën nuk e rrëzoi që atëherë kur u ndërtua para shumë kohësh.